protesta është qytetare, nuk është se ne po rrim si ai gjatari që pret të përfitojë nga një protestë që ndodhi. Nuk është rufe. Nuk është rufe në qeltë aty nga pak që mos dale protesta nga. Po, Edvin, nuk është rufe në qeltë pastër, vetëm sepse thatë diçka që unë deri diku pajtohem që askush nuk priste që bëj kaq madhe. Ndërkohë, po, nuk e priste, por nuk mund të themi që askush nuk e dëshironte, sepse në qoftë se njerëzit e dëshirojnë, atëherë do të thotë që dhe e presin. Koha e pritjes pastaj është relative. Dikush e pret më shpejt, dikush e pret më. Por PD-ja ka qenë themi të vërtetën, ka qenë stimuluese, sepse për çfarë kanë dalë ata kundër Zvërnecit, po PD-ja e ka mbrojtur iniciativën për të ruajtur zonat e mbrojtura, për të ruajtur trashëgiminë kulturore, që Zvërneci ishte i paprekur sot, se ka qenë e kategorisë 4 si zonë, dhe ishte Rama me VKM-n e tij në 2022 që e bëri peizazh natyror, dhe madje bëri edhe një VKM në 2024 ku lejonte ndërtimet luksoze të hoteleve me 5 hyje, që më pas u vazhduan në këtë situatën që është. Dhe kauzat e tjera, të gjitha kauzat tona kanë qenë kauza qytetare. Shumë mirë që sot i kanë marrë qytetarët në dorë. Unë jam shumë i gëzuar. Sigurisht nuk më le dot ai nervi politik që mos jem aty brenda, sepse ne kemi kohë që na është bërë pjesë e ekzistencës dhe protesta. Është më tepër që është instinkt politik i opozitës. Kur je në opozitë duhet të jesh gjithmonë shesh, gjithmonë duke protestuar kundër padrejtësive, dhe për ne është jo e lehtë të rrim, domethënë, dhe sot me thirrjen që ka bërë Berisha, unë e di shumë mirë, gjithë demokratët janë çliruar, domethënë, dhe kanë një lloj vistoje, jo se nuk kanë qenë shesh, pjesë e madhe kanë qenë, sot do jenë akoma më të lirë që të jenë dhe aty në shesh, pa rrëmbyer asnjë lloj drejte. Protesta është e qytetarëve. Partitë politike sigurisht duan të kapitalizojnë gjithçka, por unë them që protesta është një rezultat apolitik i çdo lëvizje politike që ka bërë Partia Demokratike për gjatë këtyre viteve. E di që dikush mund ta kundërshtojë, po, dhe të gjithë duhet ta mbështesin dhe ta përkrajnë që ajo ta arrijë atë qëllim që e përcaktuam që në fillim, krijimin e një qeverie kujdestare. Shumë shkurt zoti Boçi, se jam te kohës, me shumë pak fjalë nga ana politike. Si e shikoni pozicionin e kryeministrit Rama ju në këtë moment? Se ka shumë që thonë që Rama i ka gjitha votat në parlament, nuk ka pse të trëmbet nga kjo, megjithatë po ndodh diçka që po ja bren legjitimitetin kryeministrit. Si e shikoni atë dhe çfarë veprimesh mund të bëjë ai, çfarë hapësirash ka për të vepruar? Duke gjykuar politikisht, pavarësisht e keni kundërshtar, po. Spari, Rama është i shfazuar në mënyrën si shfaqet në publik, në mënyrën si sillet, edhe në mënyrën si komunikon me protestuesit dhe publikun. Bien këto gjëra, gjë që tregon që Rama është në pikën më të ulët të besimit ndaj vetes dhe të forcisë që mund t'i garantojnë formalisht 83 mandatet, apo ajo skema e famshme e industrisë rrëmbimit votës, sepse ka dhe skemën rezervë në çdo rast zgjedhor. Dhe Rama e di shumë mirë, ai ka profil psikopolitik rigjid, tashpër, domethënë në kuptimin që i qëndron skeqes deri në fund, ka një aleancë shpirtërore me të keqen. Rama ndihet mirë kur ka kundërshti, qoftë të vogël apo të mesme, por nuk ndjehet mirë pastaj kur kundërshtia është shumë e madhe. Në rastin konkret, kjo e ka bërë që ai të jetë në pozitën më dobët, dhe në këtë situatë ai e lexon mirë edhe fundin e tij. Fundi është që patjetër duhet japi dorëheqje. Patjetër që duhet ketë qeveri kujdestare. Ai do përpiqet të vinë që ta shtyjë këtë kohë sa më shumë, duke munduar të loboj, duke munduar të përçaj protestën, duke e devijuar dhe atë. Mos harro që jom kot spinuesit e tij dalin sot dhe nxisin protestuesit, krijoni parti politike, dhe krijimi i partisë politike e mbyll protestën, sepse dukesh sikur e gjithë protesta ishte fokusuar ke krijimi një partie politike, ndërkohë që është e fokusuar tek dorëzimi i qeverisjes, dhe kështu duhet vazhdoj. Krijimi i një partie ka kohën e vet, ka momentin, mund të vi, secili ka drejtën e tij, le ta bëj kur doj, se mos dalim ne sikur ne po e pengojmë fare, nuk pengojmë një gjë të tillë, është dëshira protestuesve. Pra do përdori gjitha këto mënyrat
ta zgjasi, siç në fakt ka tejkaluar dhe situata të tjera, disit vështira, rasti me Gonigal, raste të ndryshme kur është gjendur në situata shumë dilematike, ka përfituar nga lobimet, nga lëvizjet nën tavolinë, nga kartat nën mëngë që përgjatë këtyre viteve i ka pas në fakt që i janë zvogluar sepse i ka rënë edhe reputacionin ndërkombëtar, i kanë humbur dhe disa lidhje bazike, cilët e kanë kundërshtuar për mënyrën se si ka vepruar. Aq më tepër është edhe një person i diskredituar, nuk është vetëm pushteti që të diskrediton, është edhe mënyra si sillesh me pushtetin. Dhe Rama e ka avancuar, e ka shpejtuar autodiskreditimin në arenën ndërkombëtare dhe në arenën kombëtare. Megjithëse mundohen këshilltarët e tij të rregullojnë sjelljen që mos i kundërvjet protestuesve, prap Rama nuk del nga vetvetja, ai është nuk mundet ta tejkalojë vetveten. Dhe për mua mund zgjasi kohën, por rezultati final është qeveri kujdestare. Do ndodh për një kohë të shkurtër, një kohë të mesme apo një kohë gjatë, unë nuk jam nga ato parashikuesit magjistar, por duke gjykuar lëvizjet politike, unë them për shumë pak kohë Rama do jetë i dorëzuar në këtë rebus politiko-qytetar, sepse nuk është më thjesht opozita që me argumenta kërkon një qeveri kujdestare. Sot është opozita një herazi, por edhe opozita qytetare bashkë me opozitën politike. Pra kemi një themi simbioz të këtyre vektorëve që e detyrojnë fakt një shoqëri, një qeverisje që ajo pastaj të largohet. Është e domosdoshme gjë e tillë sepse qeverisja është kapur në korrupsion, nuk është një drejtim, nuk është Zvërneci ishte pika e fundit që derdhi gotën. Padrejësia këtu është bërë mal më i madh se mali i korabit. Zvërneci ishte sebepi i gjithë. Dhe po njerëzit se kjo shifet në progresivitetin e kërkesave të vetë protestuesve. Kishin 5, bën 10, pastaj ka kërkesa politike. Sigurisht aty ka shumë grupime, rryma shumë mirë që ekzistojnë, që vazhdojnë dhe furnizojnë protestën, por në fund ka një embrus përbashkët. Janë qytetarët, është rinia, është gjenerata, është brezi që kërkon që të ndalet abuzivizmi me qeverisjen dhe me një format qeverisje propagandistik me cilën ata janë, domethënë janë ngopur dhe nuk munden më. Është stil më i konsumuar, është stil i vjetruar Rama dhe këtu kërkon që ta relativizoj duke tërhequr dhe po dëno, po atë pjesën tjetër tradicionale. Jo më saktë, qartë dhe shkurt, qytetarët e kanë me këto vite qeverisje, me këte janë ndeshur, nga këto vite i kanë marrë produktet e qenurit një situatë zemëruese dhe revoltuese. Dhe Rama duhet pa tjetër, domethënë nëse do që të ekzistojë politikisht, duhet të jetë i shpejtë. Nëse do përshpejtoj fundin e tij të pakthyeshëm pas politik, ai mund të zgjasë, përfitoj ca kohë, por do humbasi çdo gjë tjetër që vjen më pas. Unë them që është kjo rruga e dytë, se është profili i tij që e çon drejt kësaj rruge. Nuk do kujton zgjidhjen më racionale, thoni. Okej. Jo, racionale asnjëherë. Zoti Borçi, ju falenderoj që ishit